Horoskopi ditor e diel, 18 janar 2026. Dashi. Natyra juaj dinamike e gjen veten të fuqizuar nga shtrirja astrale sotme. Ndikimi i zjarrit i Marsit rrit nivelet tuaja të energjisë, duke ju nxitur të ndërmerrni veprime vendimtare në sferat personale dhe profesionale. Megjithatë, keni kujdes që të mos lejoni që padurimi të çojë në konfrontime të panevojshme. Vështrimi i hënës sjell ndjenje introspektive, duke nxitur një reflektim mbi përgjigjet emocionale. Shfrytëzojeni këtë energji duke kanalizuar atë në ndjekje krijuese që lejojnë vetëshprehjen. Vendimet financiare përfitojnë nga qartësia e ditës. Besoni instinkteve tuaja, por sigurohuni për një planifikim të kujdesshëm. Marrëdhëniet kërkojnë trajtim delikat. Tregoni empati dhe mirëkuptim për të zbutur keqkuptimet e mundshme. Bashkëpunimet gumëzhin me vitalitet, ideale për projektet e ekipit. Fizikisht, fuqizoni veten përmes një rutine të re fitnesi ose aktiviteti në natyrë. Shpirtërisht, eksploroni meditimin për të mbështetur energjinë e zjarrt të ditës. Lundroni këtë ditë me pasion, por përpiquni për ekuilibër për të maksimizuar rezultatet pozitive. Lëreni intuitën t'ju udhëheqë, por qëndroni të hapur ndaj njohurive nga të tjerët. Demi. Energjitë që formësojnë rrugën e demit sot inkurajojnë një fokus në stabilitet dhe rritje. Venusi, planeti juaj sundues, harmonizohet me Jupiterin, duke përmirësuar ndërveprimet tuaja shoqërore dhe duke hapur dyert për partneritete të dobishme. Megjithatë, ndikimi i Mërkurit mund të shkaktojë keqkuptime të vogla, duke kërkuar durim dhe qartësi në dialog. Kushtojini vëmendje çdo shenjë që lidhet me shëndetin. Një dietë e ekuilibruar dhe një rutinë e qëndrueshme mund ta përmirësojnë shumë mirëqenien. Financiarisht, investimet e mençura mund të hapin rrugën për prosperitet në të ardhmen. Dita është optimale për të bërë plane strategjike të karrierës. Vizionet e qarta ankorojnë aspiratat tuaja. Përqafoni ndryshimet, sado të frikshme të duken, pasi ato shpesh çojnë në zhvillime të frytshme. Emocionalisht, vallëzimi kozmik i sotëm sjell një prekje ndjeshmërie. Gjeni kohë për të dashurit dhe sigurohuni që ata të ndihen të mbështetur. Daljet krijuese si arti ose muzika mund të ofrojnë një streh paqeje dhe frymëzimi. Qasuni detyrave me një mendësi metodike, duke nxitur një atmosferë ku inovacioni dhe tradita përzihen në mënyrë harmonike, duke pasuruar përvojat tuaja. Binjakët. Natyra juaj komunikuese është në qendër të vëmendjes sot, ndërsa Merkuri, planeti juaj sundues, rreshtohet me Uranin për të elektrizuar ndjekjet tuaja intelektuale. Do të jeni plot me ide dhe njohuri inovative. Megjithatë, keni kujdes që të mos e mbingarkoni mendjen tuaj me shumë të dhëna. Prioritizoni mendimet në mënyrë konstruktive për të shfrytëzuar këtë shkatësi mendore. Në marrëdhënie, ndikimi i Venusit moderon bisedat, duke e bërë atë një ditë të shkëlqyer për të adresuar mosmarrveshjet e zgjatura me takt. Financiarisht, rivlerësimi i buxhetit tuaj mund të zbulojë efikasitete të reja. Perspektivat e karrierës shkëlqejnë ndërsa pozicioni i favorshëm i Jupiterit fton mundësi për avancim ose role të reja. Përqafoni përshtatshmërinë, duke ju lejuar të lundroni në rrethana të paparashikuara me lehtësi. Kreativiteti ndihet i pakufishëm. Kanalizoni këtë në projekte ose detyra zgjidhje e problemesh që kërkojnë një perspektivë të freskët. Fizikisht, qëndroni aktiv për të siguruar qartësi mendore. Merrni në konsiderat shëtitje të shkurtra ose ushtrime të lehta. Ndërsa hëna shtyn butësisht anën tuaj introspektive. Ndaloni her pas here për të reflektuar dhe për të rimbushur, duke i përshtatur dialogët tuaj të brendshëm me veprimet e jashtme. Gaforria. Thelbi juaj ushqyes amplifikohet sot ndërsa hëna, udhërfyesi juaj qiellor, rrit ndjeshmërinë dhe depërtimin emocional. Momentet e qartësisë ju lejojnë të lidheni thellësisht me veten dhe ata përreth jush. Yjet sugjerojnë një kohë të frytshme për projekte që lidhen me shtëpinë. Nisja një rinovimi ose thjesht përmirësimi i hapësirës suaj të jetesës mund të sjellë gëzim. Profesionalisht, shfrytëzoni këtë mbretësi emocionale për të lundruar në dinamika komplekse ndërpersonale, duke nxitur lidhje më të forta. Financiarisht, të qëndruarit i kujdesshëm me shpenzimet do të ruaj stabilitetin. Shmangni blerjet impulsive. Venusi frymëzon afinitetet tuaja romantike, duke ndezur pasionin në marrëdhëniet ekzistuese ose duke shkaktuar lidhje të reja. Sot është ideale për të angazhuar në biseda të përzemërta që ushqejnë lidhje. Në një nivel personal, kërkoni mjedise ose aktivitete që ofrojnë qetësi, qoftë një klas arti, një shëtitje në natyrë apo praktik meditative.
Jepini përparësi kujdesit për veten dhe mirëqenies emocionale duke u angazhuar në aktivitete që rimbushin shpirtin. Këto ndikime kozmike ju fuqizojnë të balanconi kërkesat personale me ambicie më të gjera pa probleme. Luani. Energjia qiellore e sotme ndes karizmën tuaj natyrore, duke ju lejuar të shkëlqeni shkëlqyeshëm në mjediset shoqërore. Ndikimi i fortë i diellit inkurajon vetëshprehjen dhe kreativitetin, duke e bërë atë një ditë ideale për të marrë role udhëheqëse ose për të paraqitur idetë tuaja. Profesionalisht merrni iniciativën. Qasja juaj e guximshme ka të ngjarë të tërheqë vëmendje nga figura me ndikim që mund të ndihmojnë në ngritjen e qëllimeve të karrierës. Financiarisht mundësia përputhet me kujdes, investoni me mençuri, duke u konsultuar me këshilltar të besuar nëse është e nevojshme. Venusi thekson takimet romantike, duke siguruar terren pjellor për thellimin e dashurisë në marrëdhëniet ekzistuese ose perspektiva të reja intriguese. Angazhohuni në dialogje të vërteta që nxisin lidhjen. Nga ana shëndetësore, kanalizoni energjinë e gjallë në një regjim fizik që sfidon qëndrueshmërinë tuaj, duke ushqyer si trupin ashtu edhe shpirtin. Shpirtërisht, përputhni qëllimet me aspiratat përmes reflektimit dhe pohimeve. Përmbushja gjendet në balancimin e ambicies me bujarinë, duke ofruar mbështetje për të tjerët, ndërsa gjithashtu ushqeni nevojat tuaja. Përqafojeni këtë ditë dinamike me entuziazëm dhe vizion strategjik. Virgjëresha. Me ndikimin e Merkurit mbi shenjën tuaj sot, ndjekjet intelektuale kanë përparësi. Ju jeni të pajisur për të trajtuar probleme komplekse, duke ofruar zgjidhje inovative. Megjithatë, analiza e tepërt mund t'ju bllokojë, prandaj përqafoni një mendësi fleksibile. Profesionalisht, komunikimi i qartë siguron përfundimin e suksesshëm të projektit dhe bashkëpunimin, ndërsa ushe marrëdhënie që mbështesin trajektoren tuaj të karrierës. Financiarisht, kjo është një ditë e favorshme për të shërtuar investimet dhe për të planifikuar buxhetet për të maksimizuar kursimet. Natyra juaj metodike ndihmon në hartimin e një strategjie të fortë fiskale për muajt e ardhshëm. Venusi ndriçon lidhjet personale, duke nxitur mirësi dhe durim në ndërveprime për të pasuruar marrëdhëniet romantike dhe platonike. Nga ana shëndetësore, integroni praktikat e vetëdijshme si meditimi ose yoga, duke ndihmuar në uljen e stresit dhe qartësinë. Kreativiteti lulëzon kur lejohet eksplorimi pa kufizuar. Konsideroni artin ose shkrimin si një rrugë terapeutike. Përdorni njohuritë e sotme për të ndërtuar një themel për rritje afatgjat, duke siguruar që çdo hap të jetë i qëllimshëm, i matur dhe në përputhje me qëllimet tuaja më të gjera. Peshorja. Ndërsa Venusi zbukuron tabelën tuaj sot, harmonia në arenat personale dhe profesionale është fokusi juaj. Natyra juaj diplomatike vepron si një urë, duke nxitur bashkëpunimin midis kolegëve dhe miqve. Përpjekjet në ekip lulëzojnë në ndikimin tuaj. Prandaj filloni diskutime në grup për të sjellë ide në realizim. Në frontin financiar, vlerësoni shpenzimet me një sy analitik. Energjia e sotme mbështet investime strategjike dhe iniciativat për uljen e kostove që stabilizojnë portofolin tuaj. Marrëdhëniet zën vend qendror, të nxitura nga komunikimi i dhëmshur që forcon lidhjet emocionale. Kërkoni ekuilibrin në dashuri përmes mirëkuptimit të ndërsjellë dhe qëllimeve të përbashkëta. Sa i përket shëndetit, ndërmerrni veprime të buta që nxisin ekuilibrin, siç është një dietë e ekuilibruar ose shëtitjet e qeta, të cilat nxisin qetësinë mendore. Kreativiteti rritet. Kanalizoni këtë frymëzim në hobi ose projekte komunitare që përfitojnë mirëqenien kolektive. Reflektoni mbi aspiratat personale me një zemër të hapur ndaj rregullimeve, duke u siguruar që udhëtimi juaj të përputhet me dëshirat autentike. Ndikimi i sotëm nxit qetësinë, duke maksimizuar potencialin tuaj për rritje dhe kënaqësi. Akrepi. Kjo ditë shënohet nga vetanaliza, pasi Plutoni, planeti juaj sundues, stimulon energjitë transformuese. Njohurit të thella dalin në pa, duke nxitur një dialog të brendshëm që inkurajon rritjen personale. Profesionalisht shfrytëzojeni këtë qartësi për të lundruar në dinamikën e fuqisë, duke shfrytëzuar pikat tuaja të forta intuitive për të ndikuar pozitivisht në rezultate. Të menduarit strategjik nxjerr në pa mundësitë e mundshme të biznesit, duke udhëhequr vendime të shëndosha financiare që përfitojnë qëllimet afatgjata. Në marrëdhëniet personale, ndikimi i Marsit amplifikon pasionin, por gjithashtu nënvizon nevojën për transparencë dhe komunikim të hapur. Besimi rivendoset përmes respektit të ndërsjellë dhe shkëmbimeve të ndershme. Nga ana shëndetësore, kanalizoni intensitetin e sotëm në rrugë produktive,
siç janë regjimet e ushtrimeve ose sfidat mendore që plotësojnë nevojën tuaj për arritje. Shpirtërisht eksploroni praktika si meditimi ose mbajtja e ditarit që rrisin vetëdijen dhe ekuilibrin emocional. Përdoreni këtë mundësi për të hequr qafe zakonet e vjetra që nuk ju shërbejnë më, duke hapur rrugën për inovacione në stilin e jetës dhe në zemër. Përqafojeni transformimin pozitivisht dhe me guxim, duke mirëpritur ndryshimin si një rrugë drejt iluminizmit. Shigjetari. Kozmosi sjell një shpërthim entuziazmi sot, i përafruar në mënyrë të përkryer me shpirtin tuaj aventuresk. Sinergjia midis Jupiterit dhe Merkurit fuqizon ndjekjet intelektuale, duke ju nxitur të eksploroni mundësi të reja mësimi ose plane udhëtimi. Profesionalisht kapeni momentin për të prezantuar koncepte të reja ose për të marrë përsipër projekte sfiduese, duke zgjeruar ndikimin tuaj. Diskutimet financiare sot mund të çojnë në zhvillime të begatë. Negocioni me besim dhe qartësi. Në aspektin shoqëror, Venusi ndriçon miqësitë, duke ftuar mbledhje ose ribashkime që ringjallin lidhjet dhe nxisin gëzim. Festoni sukseset, por qëndroni të vetëdijshëm për angazhimet. Balanconi punën me kohën e lirë për të ruajtur si produktivitetin ashtu edhe mirëqenien. Në frontin e shëndetit, kanalizoni energjinë e tepërt në aktivitete dinamike që sfidojnë qëndrueshmërinë dhe dëshirat tuaja për kërkim emocionesh. Ndërmarrjet krijuese favorizohen, duke lejuar që përpjekjet artistike ose të shkrimit të lulëzojnë. Kërkoni mençuri nga kultura ose filozofi të ndryshme, duke përfshirë perspektiva të vlefshme në tapetin e jetës suaj. Ritmi kozmik i sotëm fton eksplorim të guximshëm dhe feston gëzimin e zbulimit dhe lidhjes. Britsjapi. Shtrirja qiellore sot fton një fokus në disiplinë dhe ambicie, duke u përafruar në mënyrë të përkryer me natyrën tuaj të lindur. Saturni ju dhuron aftësi të përmirësuara organizative dhe këmbëngulje, duke e bërë atë një ditë ideale për planifikim strategjik afatgjat dhe vendosjen e qëllimeve. Profesionalisht, cilësitë tuaja të leadershipit shkëlqejnë. Përqafoni mundësitë që kërkojnë veprim vendimtar dhe ekzekutim të përpikt. Financiarisht, rivlerësoni investimet për stabilitet, duke i dhënë përparësi sigurisë mbi spekulimet për të ndërtuar një portofol të fuqishëm. Marrëdhëniet personale përfitojnë nga vëmendja juaj. Nxisin lidhje më të thella përmes gjesteve të menduara mirë dhe bisedave kuptimplote. Durimi dhe mirëkuptimi forcojnë lidhjet. Nga ana shëndetësore, aktivitetet fizike që përqendrohen në qëndrueshmëri, të tilla si ecja në natyrë ose noti, ofrojnë si kënaqësi ashtu edhe fuqizim. Kreativiteti gjen shprehje në mjedise të strukturuara. Merrni në konsiderat projekte që përzihen talentin artistik me funksionalitetin praktik. Angazhohuni në reflektim të qetë, duke harmonizuar ambiciet me të vërtetat e brendshme. Përdorni energjitë e sotme për të forcuar planet, duke u siguruar që ato të rezonojnë me vlerat dhe aspiratat tuaja thelbësore për sukses të qëndrueshëm. Ujori. Mirëpritni një ditë plot inovacion dhe ndërveprime shoqërore, ndërsa Urani stimulon thelbin tuaj vizionar. Ide të freskëta dalin pa mundim. Kanalizoni këtë kreativitet në projekte që ju emocionojnë dhe ju sfidojnë. Profesionalisht, qasja juaj e të menduarit përpara fiton njohje, duke hapur rrugën për përparim ose bashkëpunime që sjellin perspektiva të reja. Financiarisht, shfrytëzoni mundësitë për të investuar në teknologji të përparuara ose iniciativa progresive. Shoqërisht, Venusi ushe ngrohtësinë në miqësi dhe prezanton lidhje të reja stimuluese. Shijoni angazhime që zgjerojnë horizontet tuaja intelektuale. Balanconi këto ndërveprime me momente vetmie për të përpunuar njohuri dhe për të rimbushur. Nga ana shëndetësore, zgjidhni aktivitete që inkurajojnë fleksibilitetin dhe ekuilibrin, të tilla si yoga ose tai chi, duke harmonizuar trupin dhe mendjen. Kreativiteti lulëzon kur eksplorohet në forma të ndryshme. Eksperimentoni me stile dhe mediume në art ose shkrim. Përqafoni ndryshimin me besim, duke e ditur se përputhet me udhëtimin tuaj unik. Ndikimet kozmike të sotme ju fuqizojnë të manifestoni ëndrat dhe të kultivoni komunitete që pasqyrojnë vlera të përbashkëta dhe ide transformuese. Peshqit. Dinamika qiellore të sotme ju inkurajojnë të përqafoni imagjinatën dhe ndjeshmërinë. Peshpëritja e Neptunit rrit intuitën tuaj, duke ofruar njohuri të thella që udhëheqin rrugët personale dhe profesionale. Kreativiteti lulëzon, duke e bërë atë një ditë të përsosur për përpjekje artistike ose ndjekje shpirtërore që ngren shpirtin tuaj. Profesionalisht, besoni instinkteve tuaja në lundrimin në situata komplekse, duke përdorur empatinë si një mjet për të zgjidhur konfliktet ose për të frymëzuar kolegët. Financiarisht, rishikoni qëllimet tuaja,
duke u siguruar që ato janë në përputhje me ëndrat tuaja. Merrni në konsiderat konsultimin me një këshilltar të besuar për të rafinuar strategjitë. Marrëdhëniet thellohen përmes komunikimit të përzemërt, prandaj ndani emocionet hapur, duke ushqyer intimitetin dhe mirëkuptimin. Sa i përket shëndetit, përqendrohuni në aktivitete që promovojnë mirëqenien emocionale, të tilla si meditimi ose ushtrimet e buta televizjes. Angazhohuni me muzikë ose poezi, duke i lejuar ato të ofrojnë ngushëllim dhe frymëzim. Ndikimi kozmik i sotëm ju inkurajon të lidheni me ndërgjegjen tuaj, duke eksploruar botët e brendshme për të zhbllokuar kreativitetin dhe për të kultivuar paqen. Besojini udhëtimit tuaj, duke e ditur se ai zbulon magjinë dhe mrekullinë e natyrshme në jetën e përditshme. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.